Profesor Pilinçi ka pas një tubim pak ditë më parë në sheshin Skënderbej. Ju si e keni parë? Më qartë se që tha profesor Pilinçi nuk ka ku shkon më. Më qartë, më pastër, nuk ka ku shkon. Tani ne presim premtimin e zotit Pilinçi që ta brenda një muaji qeveria teknike do hypin pushtet dhe do organizojë vendin për zgjedhje të reja. Nga buron mbështetja për të? Atë e di ai, deri tani unë nuk e di. Unë mendoj që siç ka deklaruar vetë, unë kam marrë nga Amerika, ka thënë si misionari i Shteteve Bashkuara të Amerikës për çështjen shqiptare, për bashkimin e trojeve dhe për kthimin e pronave dhe për burgosjen e udhëheqësve të politikanëve shqiptarë që kanë vjedhur prona dhe janë të korruptuar. Këtë po i presim. Presim të arrestoj Belinda Balluku, siç ka thënë vetë zoti Pilinçi, presim të arrestohen krerë të tjerë të Partisë Demokratike dhe të Partisë Socialiste, presim të ngrërë atë qeverinë teknike siç ka premtuar. Këto presim. Tani do t'i bëjnë apo do t'i bëjnë, nuk e di. Nga obori i Berishës mund të futet, a kam jo te obori i partisë, po te familja? Kush futet? Spaku. Po Spaku është Edi Ramës, mos prisni nga Spaku. Jo zotëri, është Edi Ramës Spaku. Edhe i Saliu, janë bashkë. Nëse u kujtohet, para një vit e ca u vërsulën Spakut që të dytë, të shkarkohet, të qërohet, të largohet, andej këtej, me fjalë tjera i thanë Spakut që shikohet të zotëri, ati dumanit të thanë, ne jemi me ty, prandaj pusho mbyll gojnë, se ndushe ta bëjmë dhe kështu neve. Berisha nuk është paraqitur se ishte smur, por pas pak nis edhe gjyqi, pas pak ditësh, për dosjen Partizani. Ju thoni që s'ka gjë. Nuk e gjën gjë, s'vjerru për në vëndlik. Së mund, gënjen. Gënjen. Ai ka frikë të vejnë gjykat. Ai dridhet për vatën gjykat. E keni vënë re që dridhet? Se burrat që janë burra shkojnë në gjykat dhe para trekëndshit shkojnë, para litarit. Dhe thonë, po, unë jam. Ai trëmbet. Nuk ka më frikacak burr. Dhe frikacaku bën dhe krime, prandaj ka bërë dhe krime, se trëmbet. Dhe t'u jap llogari Haklajve njërë Sali Berisha. T'u jap sqarime Haklajve. Se janë vrarë gjithë ata djemt Haklajve në Tropoj. Janë vrarë 120 djemt në Tropoj. Plati Sali Berisha. T'u jap llogari atyre. Çfarë ka ndodhur? Profesor Pilinçin, edhe këtë nismen e tij, kush mendoni që ka më shumë frikë, Rama apo Berisha për momentin? Me të shoh deri tani se ka frikë asnjëri. Nuk e ka frikë asnjëri. Po derisa nuk ka arritur që të prodhoj frikë tek establishmenti, atëherë i bie që praktikisht nisja nuk është e mirë. Dhe këtë se di. E di profesor Pilinçi të drejtohet vetë atyre. Të dalë si foli partie dhe të kërkoj nga ambasada amerikane të bëj atë që bëri në 21 korrik të 2016-ës për të futur qeverinë teknike në pushtet. Ta votojnë vetë ata deputetët që qeveria teknike të marrë pushtetin.